Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Dhe lutim Allahun azza wa jall që të na bën nga robërit e tij falëndërues, mirënjohës për të mirat e tij dhe adhurues të denjtë të tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, në takimin që patëm, në takimin e fundit në lidhje me emrat e Allahut xhallahu ala, filluam që të flasim për emrin e Allahut Ar-Rahman, dhe kuadër të tij falim edhe për emrin e Allahut Ar-Rahim. Dhe ajo që më shumë të jemi fokusuar është, do të thotë, reflektimi i këtij emri në jetën tonë. Do të thotë në raport me neve, jo reflektimi i këtij emri nga ne në raport me Allahun xhallahu ala. Si e ndihmë këtë emër, si e përjetojmë në këtë emër, si vepron Allahu xhallahu ala përmes këtij emri, dhe ne këto mesazhe i lexojmë qarta se vijnë nga ky emër. Prandaj sa njerëz, Allahu na ruajt, mesazhin e Kuranit e lexojnë si mesazh të ngarkesës dhe dënimit, jo mesazh të mëshirës. Andaj devijojnë dhe largojnë. Po ta kishin kuptuar se mesazhi i Kuranit është i ardhur nga emri Allahut Ar-Rahman, do e kuptonin ndryshe. Ose sa njerëz për shembull i ka devijuar një sprovë të caktuar nga se nuk e kanë kuptuar se ka përmes emrit Allahut Ar-Rahman. E kështu me radhë. Ato pika që i cekëm më herët. Prandaj ne duhet që në kuadrat aty me pikave që i përmend ta kuptojmë reflektimin dhe ndikimin dhe nevojën e madhe që kemi ne për këtë emër në jetën tonë të përditshme. Por në qoftë se ky emër pas ka shtirje kaq të madhe dhe ndikim kaq të madh të thellë, dhe ne kemi nevojë kaq të madhe për këtë emër, atëherë çfarë ndikimi lën tek ne ky emër? Dhe cilat janë përfitimet tona nga ky emër që dalin prej neve në raport me Zotin e gjithësisë, në raport me rrethin që na rrethon, në raport me njerëzit e kështu me radhë. Gjasë kjo duhet të ketë ndikim, jo vetëm që ne të përfitojmë. Do të po na vjen mëshira përmes kësaj, po na vjen rahmeti përmes kësaj dhe ne po rrim. Apo? Jo, ajo që vjen është nga Allahu xhallahu ala. Dhe tham, nuk po edhe po të flitnim me orë, me vite, nuk do të kemi mundësi që të përshkruajmë tërësisht ndikimin e mëshirës së Allahut në tokë, në qiell e te krijesat. Nga se nëse begatitë e tij nuk mund të numërohen, çfarë të mëmëna për atë që i sjell të begatie që është mëshira e Allahut xhallahu xhelaluhu. Mirë po, në anën tjetër, edhe ne nuk duhet të mbetemi të pandikuar që të ndikon ky emër në besimin tonë, në kuptimet tona, në shprehjet tona, në veprat tona e kështu me radhë. Andaj kjo pjesa e dytë ka të bëjë me këtë që po flas. Do të çka pritet prej neve të bëjmë kur ne kuptojmë dhe e njohim Allahun me këtë emër që folëm më herët. E para që pritet prej neve dhe kjo është tek çdo emër, është ta dojmë Allahun më tepër. Ai që e njeh Allahun xhallahu ala me emrin Ar-Rahman dhe Ar-Rahim dhe kupton se çka vjen përmes këtij emri dhe sa përfitojmë ne nga ky emër, gjithë ato që kemi nevojë. Dhe mjafton ajo që kemi thënë se gjitha begatitë që i gëzojmë vijnë përmes këtij emri Ar-Rahman. Andaj furnizimi nuk vjen vetëm se Allah është Ar-Razzaq. Po me Razzaq na furnizon, po për shkak se është Ar-Rahman. E kjo për shkak se Rabb e kështu me radhë lidhen njëra me tjetrën. Andaj edhe Kurani që përmena, edhe lehtësimi i ibadeteve dhe mundësia e shpëlimit të gjitha këto, a nuk duhet që na shtojnë më tepër dashurinë e Allahut xhallahu ala? Padyshim se po. Dhe normalisht çdo emër i Allahut xhallahu ala duhet që në zemrën tonë të mbjellë më tepër dashuri. Prandaj edhe tek ajeti që flet për dashurinë e Allahut xhallahu ala, është përmbyllur me mëshirë. Sa më tepër e kuptojmë këtë mëshirë, sa më tepër e kuptojmë nevojën për këtë mëshirë, sa më tepër e kuptojmë se jemi të përfshirë në këtë mëshirë, më tepër do e dojmë Allahun xhallahu xhelalu. Në Sura Al-Imran nuk thot Allahu xhallahu ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thua në qoftë se doni Allahun, atëherë më ndiqni mua.
Allahu atëherë do t'i dënë juve, u afal mëkat nga se Allah është falës dhe është mëshirues. E ka filluar me dashuri, e ka përfunduar me mëshirë. Do të thotë, ke fundit e sill këtë parën. Dhe e kundërta, edhe e para e sill këtë të fundit, nga se kanë lidhje të ndërqet në mes vete. Andaj, duhet gjithmonë ne ta konsultojmë zemrën tonë, të shikojmë se sa më tepër i përjetojmë gjurmët e mëshirës së Allahut xhallahu ala mbi neve, apo e dojmë më tepër, apo po ndodhet kundërta. Po hidhrohemi me caktime të më tepër, s'po pajtojmë me caktime të më tepër. E pse të kuptuam, që të ka sprovu, po don me të mëshiru. Dhe prapse në vend se me e dash për sa të kësaj mëshire, po ki mendim të keq për të, kjo atëherë është ndikim negativ, që duhet të ikemi prej tij. Por duhet që tash në kuadër të njohjes së emrit të Allahut Ar-Rahman, ti kuptojmë mesazhet e qarta që vijnë, qoftë nga shariati, qoftë nga begatit, qoftë nga sprovat, dhe këto gjitha ti kuptojmë se vijnë në kuadër të emrit Ar-Rahman, andaj po do me të mëshiru. Prandaj ai që do me të mëshiru nuk duhet me urrejt, nuk duhet me refuzu, nuk duhet me ikë prej tij, po duhet me dash më tepër. Dhe kjo është e para që duhet të ndikojë në zemrën tonë. Gjithashtu edhe kur e kuptojmë se në bazë të këtij emri Allahu na fal, sigurisht e ceka. Thuaj o rob të mi që keni tepruar në mëkate, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Ana si pasojë e mëshirës së tij, ti ka fal. Ta ka mbyll kapitullin e kaluarës, madje ka bërë edhe diçka më tepër. Ti ka shndëruar të këqijën të mira. Të gjitha këto si pasojë e emrit të Rahman, a nuk duhet më dash? Lëre që të ka fal. Por në qoftë se teuba e jote është e cilëtetit të kërkuar, atëherë krejt ka bën të kaluar nga të këqijat, yaumul qiyamet ti numëron si të mira. As ka thonë surën Furqan Allahu xhallahu ala, "U yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Allahu a shndron të këqijat në të mira. Pse? Wallahu ghafurur rahim. Asa është falës dhe është i gjithëmëshirshëm. E të tjera do të që mund të përmanë në këtë rast, se Allahu xhallahu xhelal do mëon u afal robëve të tij. Dhe i begaton robëve të tij. Andaj kjo duhet tash gjithashtu të shtoj dashurinë ndaj Allahu xhallahu ala. E dyta, tash flasim për ndikimin tek ne është që duhet na shtoj shpresën në Allahu xhallahu ala. Të luftojmë çdo pesimizëm, çdo zgënjim, çdo dekurajim që munduhet shejtani ta mbjellë në zemrën tonë, ta luftojmë me emrin Allahut Ar-Rahman. Çdo përpjekje që ti e bën për të përmirësuar është e pamundshme që mos të ballafaqohet në fush betejën e parë me shejtanin, i cili në këtë rast e përdor mjetin e zhgënjimit. Kjo rrugë larg është. Është vështirë. Ku je konti ku po të më shku? Rri që të më mirë e ki, e kështu me radhë. Këtë zhgënjim me çka lufton ti? Thush jam më i fortë, unë e moj? Ja. Thuaj Allahu është Ar-Rahman. Andaj më mundson aftë. Më ka furnizuar kujdes për mua kur s'kam qenë kështu, kur s'jam përpjek kështu, por do punë më ka mundsuar të realizoj. Me mëshirën e tij. E qysh nëse mundon ata në rrugën e tij nuk më mundson. E kthen shpresën. Nga se vetë ka inna ma'al usri yusra. Allahu xhallahu ala ka me të vërtet pas vështirësisë vijnë lehtësimet. Prandaj sikur që ka thënë dietarët, len yaghlib usrun yusrain. Nuk ka mundësi një vështirësi ti mund dy lehtësime. Është e pamundshme. Nga se lehtësimet besimtarët i vijnë nga gjitha anët. Është i përfshirë me lehtësim nga gjitha anët, nga se është i përfshirë nga gjitha anët me emrin e Allahut Ar-Rahman. Andaj përderisa je i përfshirë në emrin e Allahut Ar-Rahman dhe je në përfitim dhe je duke luftuar shejtanin me kuptimin që ke ndaj këtij emri, nuk do të mbrapsësh kurrë, nuk do të mundesh kurrë, por për aq sa na mungon nga ky emër, apo për aq shejtani do të futë pesimizëm dhe zhgënjim në zemrën tonë. Andaj sikur që ka thonë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po të dinte pa besimtari sa është e gjerë mëshira e Allahut, nuk do të humbë në kur shpresën me hinë në xhenet. Atash a shpreson mira, keqa me vena, pa vend, këtë diçka tjetër. Po me di sa është rahmeti i Allahut i madh, edhe në kufër do të kishte një farë optimizmi se hinë xhenet. E çfarë të mërmene na që nuk jem tillë elhamdulillah, ose mundohem ka pak më bon. Sa duhet me shpresu tek Allahu xhalla xhelalu? Me kjo shpresë tart do të më kone balancuar me frikën, jo që na çet ka rruga Allahu xhalla wala,
por tash jemi duke folur për rahme, andaj i takon që t'ja japim pak hapësirën më të madhe shpresës se sa frikës. Andaj thot Sheikh Saadi rahimahullah lidhur me këtë çështje. Thot wal amalu bi rabbil karim ar-rahman ar-rahim. Shpresa në Rabbin, në Zotin që është bujar i gjithëmshirshëm, që është ar-rahman ar-rahim. Thot kur realizohet kjo? Kur ti do të thot ke pas shpresën te. Thot e njëra al-khalaiq minhu, që krijesat të shohin prej tij vetëm bujari dhe mirësi. Wal afu was-saf wal-ghufran. Dhe ta njohin Allah xhallahu ala me falje dhe me tejkalim. Dhe gjitha këto të jenë të nivelit që gjua s'ka mundësi me i shprej. Për shembull, me i thonë dikuj për juve, hajtë kallëzo sa mund të Allah me ta falë ty. Të është di me kallëzo. Nuk di me kallëzo se që është i mëshirshëm që di me kallëzo sa mund me ta falë. Apo, kjo është ndikim pozitiv i këtij emrit të tij. Kur nuk din ti me gjuhën tënde, me fjalën tënde, me e kufizu mëshirën e tij. Më ka njerëz që e kufizojnë. Andaj në betet e pa kufizume, sikur që është dhe i takon Allahu xhalla xhelaluhu. Wala tatasawwaruhu al-afkar. As imagjinata nuk mund ta paramendon, apo sa është kjo bujari dhe sa është kjo falje dhe sa është ky tejkalim. S'mund të paramenduti. Pse? Ai din ti krejt gjunoat e Rabbit vend tokë çka kanë bë? Jo nuk i din, nuk i din. Nuk din ti sa ka pas histori një të kësi që kanë bë keq, nuk i din. I po ti e din se gjithë Allah i ka ftuar për me u falë atë. S'ka dikush që Allah se ka ftuar kon ty, s'u ta falë se s'ka rahmet për ty. Ja ka kësë njëri? S'ka. Në qoftë se është ftuar faraoni për falje. Çka ta mëron për tjetër atë? A nuk mundoni si krijes me paramendu apo sa është mëshira Allah xhallahu ala, gase nuk di për gjunat e robëve. E çysh di për mëshirën e tjetër? Në qoftë se ky është ndikimi i tij. Dhe si lejohet të përball këtij emri është në këtë mënyrë, thot Saadi, se që kjo është ajo që ti i duke pa për këtij emri atë. Andaj nëse je në këtë nivel në këtij emri nuk mund të pa këtë. Shë shumë poshtë, por duhesh të ngjitesh në nivelin e këtij emri për të pa pastaj këtë gjerësi, këtë hapësirë, këtë mundësi të madhe të rrugdaljeve, të faljeve, të mëshirës që ta mundson pozicioni i këtij emri. Po njerëzit që nuk janë ngjitur në nivelin e këtij emri, çka shohin? Pesimizëm, shohin zhgënjim, gasi janë në nivelin e duhur, dhe ky nivel pastaj u pamundson që të shohin rrugdalje. Sikur që mund të jemi edhe ne në këtë dynja, në raste të caktuara, apo kur je në nivel të caktuar, nuk sheh. Mirë po ajnë katën e tretë, thotë, unë e pa e shah atje. Nga sa e ekziston, për mungon niveli. E emri Rahman të ngrit në nivelin e duhur për të pasë sa është e gjërë kjo mirësi dhe kjo begati dhe kjo bujari Allah xhallahu ala që e ka ndaj krijesave të tij. Thot Saadi rahimullah, nëse na thuhet prej ka ju të në këtë shpresë, prej ka, prej nga do të thotë tërkymët që pëkeni jo. Thot Saadi rahimullah, i përgjigjemi kështu, nga dija jonë se mëshira ti është më e madhe dhe ka nga dhënim mbi hidrimin e tij. Dhe kjo gjithmonë mëshira Allah xhallahu ala është mbi hidrimin e tij. Pastaj thot wa min si'ati judihi, nga bujaria e tij e gjerë, ne e kuptojmë sa është i mëshirshëm atë. Sa është sot Allah xhallahu ala bujar? Na thamë që bujaria e tij vjen si pasojë, vjen përmes mëshirës së tij. Andaj a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin kutsi që është në Buhari, ma asbar Allah wa ahlama. Sa është i durueshëm Allah dhe sa është i butë. Yansibuna lahu walad, i thënë ka djalë, o yasubuna wa yashtumuna, e fyën dhe akuzojnë dhe shpifin për ta, wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Nësa i vazhdimisht i furnizon dhe i jep shëndet, e i ruan. Kjo si pasojë çka është? Ani kur na këtë shohim këtë dunja, a nuk na jep kjo shpresë që edhe kuptimi i emrit Allahut Ar-Rahman na jep shpresë maksimale për të vazhduar rrugën më tutje të përmirësimit, apo të ngritjes të Allahut xhallahu ala. Se nëse këtyre po i jep atë që po ndihmuan me të mëkate,
pse nuk më jep mu atë që ndihmon me të në shtim të Allah xhallahu ala? Dhe gjithmonë kam mendim për Allah xhallahu ala. Dhe në momentin kur më privon nga ditë që unë kam kërkuar, atëherë ajo është shenjë e qartë se ajo nuk ndihmon për ku e nis, prandaj nuk ta kam dërguar. Dhe e falon Allah xhallahu ala për këtë që nuk ta ka dhënë. Shikoj se rregullohet tjetër në një këtij kuptimi. I kupton qartas edhe kur vjen dhe kur s'vjen, edhe kur ka dhe kur s'ka. Në një këtij pozicioni, kur ngritesh në nivelin e kuptimit të duhur të emrit të Allahut Ar-Rahman. Andaj çdo dikush vet pikati ton këtij më që komo po mirë. S'diu ne shëm, unë nuk jam analist i shquar, apo por jam një si Allahu që ka thënë Ar-Rahman. Andaj në kodrë se e di se Allahu xhallahu do të bën mirë. Do të bën rrugdalë, do të bie zgjidhje nga sot Ar-Rahim. E kështu me radhë. Andaj thotë Sa'di rahimullah, nga kja, edhe nga tjetra, që e kam dëgjuar vetë Allahun duke thënë se rahmeti wasi'at kull shay. Se mëshira ime ka përfshirë çdo gjë, çdo ku në gjën atje, në çdo vend është ajo. Pastaj ka thonë, thotë e gjej gjithashtu edhe tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë inna lillahi mi'ata rahma, se Allahu xhallahu ala i ka 100 mëshira, krijesa janë këto. S'kan bëjmë me emrin e tij Ar-Rahman. Po, ato e mëshirat Allah xhallahu ala kanë lidhje, po emri Ar-Rahman nuk është kjo që e ka ndo emrin e 100 pjesë, kjo është krijes veç. Që me te Allah mëshiran. Thot, dhe ka thonë, enzële li ibadihi rahma, ja ka zbitur krijesave të tij një mëshirë, biha yatarahamun wa yata'atafun. Për mesaj mëshirohen, e duhen, apo e mallëngjihen, e përmallohen, me çeta. Me çdo një, të merr malli kurse është dikon atë. Për shkak që zonja që ka zbrit atë. E mëshiran ku ti dham fëmijës tan, dham edhe ty atë. Për çfarë arsye? Për shkak që zonja që ka zbrit atë. Pastaj thot hatta innal bahimata tarfa'u hafiraha an waladiha khashyatan an tata'. Madje edhe e gërsina apo e largon shputën e saj nga i vogël i saj nga frika se mos po e shkel atë. Si kujdes tek po edhe shtazët më grabiqare, më dhëmshkyse, më agresive, apo i gjen në raport me dëvejt e tyne në kulën e mëshirës ato. Pikaja para disa çasteve agresiv, dhëmshkys, nuk lën gjë përpara pa shkatru. Pas ti momenti përballë tash diçka tjetër, tërësisht ndryshe. Pe ka këtë dyshim. Ai tash po di me menaxhu me situatë. Jo, ai është kafsh. Por e ka mësua Allah xhallahu ala se për me shky ç'ky është, ç'to duhet apo. E për me mëshiru duhet ç'ta. Madje çan edhe këmbën e vet, e ruan, mos me vendos, thotë pejgamberi mos me mbyt atë. Ande kur e shohim na ç'u shperun luani të voglën e tij apo e shohim se kali si po kujdes për të voglën e tij, e si po e afron gjirën e saj lupa viçit të saj apo ke këtu na i shohim. A nuk na hap kë shpresë se neve kom na fal Allah xhallahu ala. A nuk na hap kë shpresë Allah kom na mëshiruar, kom na ndihmuar me përpara, pa dyshim se po vallahi. Gjithë këto na shohim këtë rahmet. Dhe përsi mbetëm pesimist, nuk është këndikimi i këtij emri atë. Këtë këtë rahmet të shpërndarësh edhe të kafshët, të çdo gjësh. Dhe prap mbetesh i pajmit, nuk je në nivelin e duhur të këtij emri atë. Kështu thot Sa'di rahimullah. Andaj thot në fund, faqul ma shi'ta an rahmatihi. Fa innahu fawqa ma taqul. Thuaj çka dush për rahmetin e tij, dije se është më lart se që po flet ti atë. Është shumë më lart se që po flet ti. Thot wa tasawwar fawqa ma shi't. Imagjino mbi çka dush. Dije se mëshira e Allahut është më shumë se kaq apo. Nuk i ti imagjinat apo që mundet me kufizu sa mundet Allah xhallahu ala me mëshiruar. Në gjitha këto e bojnë që neve të kemi shpresë të madhe me Allah xhallahu ala. Dhe kjo shpresë nuk kupton veç falën e gjunave, por nuk kupton edhe në arritjen e asaj që na dëna me arrit, në shkallën e devotshmërisë, në shkallën e punëve të mira, e të arrim të jemi në karavanën e burrave të mirë përmes të jamni atë. Në qoftë se kupton drejt, Ar-Rahman edhe Ar-Rahim. Gjithashtu prej gjurmëve që ky emër duhet t'i lënë tek ne, duhet ndikohemi ne përmes të jamni është që edhe ne ti mëshirojmë të tjerët sikur se Allahu na mëshiron neve atë. Ti më të mëshirshëm me krijesat Allah xhallahu ala. Sikur që ka qenë krijesa më e ditur për Allah xhallahu ala, më e mëshirshme për krijesat e tij.
kush i ka mëshiruar më shumë të robët e Allahu xhallahu ala se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga krijesat. Andaj kështu të mëshirshëm e ka cilësuar vetë Allahu i gjithësisë. Thot Allahu xhallahu ala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim." U ka ardhur ju i dërguar, të cilët azizun alayhi ma anittum. Çdo vujtje që ju e keni aty vjen rën. I vjen vështirë pse ju po vuni, pse ju po jep nga aty vjen keq atë. Pastaj harisun alaykum, është shumë i kujdesshëm për ju. Harisur dikush që të rrin gati nga gjithë s'do më të lën kur gjë ti keq me bavën. Bil mu'minina raufur rahim. Dhe besimtar është i dhëmshëm dhe është i mëshirshëm. Gjithashtu Allahu kur i ka përshuar besimtarët i ka cilësuar se ata në raport me njëri tjetrin apo komunikojnë përmes kësaj mëshire. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala: Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ata që i shkojnë mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam janë ashidda, të fuqishëm, stabil, të patrembur përballë armikut. Dërsa përballë njëri tjetrit ruhama, janë të mëshirshëm, të butë. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala kur përmend mundësinë e ndërrimit të një grupi besimtarësh me të tjerë që nuk janë besimtar, Allahu më i bë besimtar, thot: "Wa in tatawallaw." Në qoftë se ju i shmangni këtyre mësimeve, apo yastabdil qauman ghayrakum, ju ndron me të tjerë. Thumma la yakunu amthalakum. Ata nuk kemë asnjë sikur se ju. E çyshin ata? Allahu xhallahu ala thot: "Ruhama'u bainahum." Ata të mëshirshëm mes veti. Andaj, dhe ndëruar, nga kjo mëshirë Allahu xhallahu ala duhet që të jemi mëshirshëm mes veti. Jo që për një gabim që ka bënë një vëlla joni, përse ndoshta ndihet keq, ta shkelim, ta ofendojmë, ta nënçojmë, ta përbuzojmë, ta largojmë. Mos gjejmë arsye tim nga asnjë kënd. Madje mos të harrojmë kur është mëshira. Kur është mëshira që na kem qef për këtë mëshirë. Dhe kem nevojë për këtë mëshirë. Pastaj në qoftë se shumë se është duke vujt, është duke hiq, është keq. Ku është mëshira për me bëu dua për të? Ku është mëshira për me nxjerr diçka për xhepi me dhon atij? Ku është ky rahmet? Në sot fatkeqësisht vallai ndjesh janë bë me zemra më të forta se guri atë. Më të forta se guri. Qëndron dikush për neve, ndoshta po them me kohë duke e pa një vëlla musliman që është në situata të këqija dhe është bë imun për balë të situata, thosë nuk po ndodh asgjë atë. Ku është mëshira vëllai? Ose me mëshiru në punësin, ose me mëshiru punëtorin, ku është mëshira? Unë kom pagu tash ngarkoja sa të mundesh, ose për të asaj që të mundesh. Ku është rahmeti Allah? Para se të shikojmë në rrafsh të kompenzimit që ja kemi dhënë për balë, do kërkojmë për ti punën për balë shpëlimit që ja kemi dhënë. Para kësaj, shiko me syrin e rahmetit atë. Qase ti ke nevojë që Allah xhallahu ala të mëshirojë. Sikur që ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiroj ai që është në qiell atë. Mëshiroj ti. Bëj dhëmshëm për të, mëshiroje. Ose aja që shumë sot që po kalojnë muslimanë në për te, nga situatet e ndryshme, nga vujtjet, nga gjakderdhjet, nga do të me të vërtet gjëra që nuk ka mundësi një besimtar me lënë rahat. Dhe megjithatë nuk arrin mëshira jonë për të vëllezër as në drejtin e duas atë. E mos thosin për më tepër atë. As në shkallën e lutjeve për ta. Jo më tepër atë. Mëshira ndaj prindve atë. Të mëshirojmë dobësinë e tyre. Të mëshirojmë pleqërinë e tyre. Të mëshirojmë sëmundjen e tyre. Kjo është e kërkuar. Prind të jenë të mëshirshëm ndaj fëmijëve të tyre. Duke i përgdhel, duke i ofruar, duke i mësuar, duke bërë sabër e tyre. Jo sikur se ka thënë Aqra ibn Habis, ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka pa kalun me Hasan dhe Husajnin. Apo kalun njëri më i dashur i Allahut, njëri që ka udhëheq shtet, ka udhëheq betejë,
ka udhëheq mision më të madh të mundshëm tokë. Njëri më i angazhuar në fytyrë tokës, njëri më i ngarkuar në fytyrë tokës ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ka gjetë kush nga njerëzit i kacafitit në shpinën, në qafë Hasan dhe Huseini. Dhe ti marrë në pranë nga njerëz fëmijët e tij. Ka Aqra ibn Habis, ka një Rasulullah, ti burri dynjas të thmin pranë, kanë vallahi indi 10, 10 kam unë, 10 fëmijë kam. Ma qabaltu minhum ahad, hala puth njënin se kam pëtyun avë. Ti jaron këtë drejtë? Çfarë ka thënë pejgamberi sa sam? Si përit me kurrë? Ka thonë, e si të futim mshirë me një zemër ku Allahu e ka nxirr. Allah s'ka jap rahmet të ti, unë e me fut s'moj. Problemet e ti është ato. Ana të mshirojmë fëmijët, të vegjëlit, të mshirojmë ndoshta ngutinë e tyre, të mshirojmë lakminë e tyre për lojë, të mshirojmë gjithashtu të gabimet e tyre eventuale, të mshirojmë paditurinë e tyre që t'i mësojmë, që këto është obligim. Ndikimi i këtij jemi tek ne është. Të mshirojmë edhe ndoshta devijimet e tyre. E të kemi sabër që të udhëzohen. Nga se Ibn Taymi rahimullah flet edhe për mshirimin e atyre që kanë devijuar nga rruga e sunetit, që quhen nga ata që janë ehlul bid'a, bidaci. Çu ti mshirojmë? Njeriu shikon në persone të caktuar me dy lloj sysh. I thon arabisht ainu shara edhe ainu al-qadar. Shikon me sy të shariatit edhe shikon me sy të kaderit. Me sy të shariatit shëmtohen. Qase kjo është keq, gabim, nuk ka sunet, kjo nuk ka rrugë, çortohen dhe nuk na dhimbën për këtë punë që të flasim kundër tyre. Për shkak se kanë gabu. Nuk duhet na shtyhen mshira ndaj dikujt me e prish fen, larg asaj. Qase në këtë aspekt shikojmë me sy të shariatit. Dhe kësaj duhet dhënë përparësi këtij shikimi. Mi po nganjëherë kur e krym obligimin e shikimit me sy të shariatit, e ke kry, kallzu, apo tash shikon me ta me sy të kaderit. Çka ne kuptojmë me sy të kaderit? I ka sprovu Allah xhallahu ala me këtë punë. Shikoj kam pas mësim me kon këtu se ja ku janë. Andaj Ibn Taymi rahimullah, un kur shikoj në këta helbida, i mshiroj për gjendjen që kanë. I mshiroj për gjendjen e mirueshme që ata janë. Sa janë privuar nga kuptimi i fesë. Thot tu zakaan wa lam yu'ta zakaan. Allahu ju ka dhënë mençuri, por s'ju ka dhënë pastërti. Andaj ndytësira që e kanë, ja u ka pamundsu, e kanë neutralizuar edhe dobin nga mençuria që e kanë. Sa ka njerëz inteligjent janë, po pastërtitë e zemrës nuk kanë, andaj e thith bërllogun. A nuk është për të dhimbta ajo? Që po çon poshtë, tonat mend që Allah e ka dhënë po çon poshtë. E shani njëri që subhanallahu ka dhënë Allah xhelal ambicie vullnet, po në batil, a nuk dhimbet ata? Është për të dhimbë Allah me mshiruat njëri. Që nuk kupton me athirë në rrugë të Allah xhelal wala. Ma mundu që atë energji me kalu dikun tjetër. E jo që këtë tërkuat në kalon në agresivitet, dhun, urrejtje. Jo, ajo duhet tjetë në rrafshën e thash e shariatit. Po, kur agresiviteti ti, kur dhuna ti, kur bërlogu ti, të në shariatin tonë, ne i e këthejmë. Konform situatës dhe mjetëve që duhet me përdor. Por kë nuk duhet me na pengu që të përdorim edhe kahjen tjetër, që ta mshirojmë duke thirrë në rrugë të Allah xhallahu xhelalu. Duke ja mundsu që edhe ata të dëgjojnë hakun. Nëse Allah xhallahu ala e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'u mundson kufarë me Kur'an. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka liyasma' kalam Allah istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Nëse dikush nga besimtarët kërkon për ti më t'u afru, apo lejoj atij që të afrohet që të dëgjon fjalën e Allah xhallahu ala. Lejo njerëz me t'u afru. Lejo njerëz me të prek kush je ti Allah, le të ngojmë për teje. Me mshirë, me rahmet, në qoftë se dikush na ofron veshën e tij, mos ta shfrytëzojmë këtë afërsi për të shfryrë të hidhnimin dhe mbledhjen që kemi. Por shikojmë nga ana e rahmetit, nga ana e mshirës, ti mshirojmë se s'ka pas kush më mësu, s'ka pas kush më tregu, s'ka pas rastin me ndëgju nga burime të sigurta, s'ka pas këtë rast. Atë mësojau, tregojau, gjitha këto me mshirë. Nëse edhe gjenerata ashabëve janë botë të tillë për shkak të mshirës, jo për shkak të imponimit dhe dhunës.
A ka thonë Allah xhalla wala fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Se pasim mëshirës së Allahut ndaj teje ti ke qenë i butë me ta. Mëshira e Allahut. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Po të kishe qenë ti ndryshe, jo me mëshirë, me dhunë, agresivitet, musil me ta, rezultati do të ishte qysh. Allahu po gjykon për këtë rezultat. Jo ne, lanfaddu min hawlik, kishe me ikë për teje. Që ata ashab që mbledhën te, ata kishin me ikë. Në qoftë se ti nuk do të ishte mëshirë për ta. Andaj le të jetojnë njerëz për neve se ne na mëshirë, nuk kena dhunë mbi ta, nuk kena na barre tyne, nuk kena na ngarkesë tyne, nuk kena na burim i sherrit për ta, ne na rahmet për ta. Pse? Qase na i mësojmë mu dash me zveti. Na i mësojmë ç'mu ndihmu me zveti. Na i mësojmë ç'mu respektu me zveti. Por nëse gjitha këto na nuk i kemi, dhe nuk i mëshirojmë për mes të tjerë, ç'ka ka mundësi të më ndëgjuat atë? Dhe ndëruar sikur sa kam thënë në sa ligjërata. Nuk duhet njeriu që të mjaftohet me bindje se ka kuptuar kitën mirë dhe tash mbasoj me prit këtë njerëz mos i rrethina apo. Kështu zvin. Edhe hako, pejgamberi a ka pas hakun me veti, po. Po është dash minimum fukaras e jetimet, është dash me shku atje, në bazë sa i ka thonë Hadixha, stup Allahu kur. Si ka thonë Hadixha radhiyallahu anha, Allahu stup kur se ki hakun me veti. Si ka thonë kështu? I kanë Allahu stup kur se ti njëri mirë, lo ti njerëz për të veç mirë kanë po. Andaj mos mjaftojmë se na janë me nesh vërtet, na janë hak, edhe këtë tjetër kanë obligim me na shërby, me na ngu, me na respektu, e ti çka ke bën për balltyne kurgjë. Kurgjë. Madje as me u buzëqir s'ke arrit më thonë apo. E çysh do njerëz me dash pa atë. Vepse ki hakun me vetja, jo kjo është e pamjaftueshme apo. Kjo është e pamjaftueshme. Duhet që kët hak që kemë me vete, tu a dëshmojmë të tjerëve, jo veç duke u kallëzuar se hakun me neve. Jo veç duke nënçmuar ato që kanë ata, duke rënuar ato që kanë ata. Jo veç kështu vëllazë. Po mëshira jon detyrën e kupton që na nganjëre të ndojmë nga koha jon për të marrë me ta. Të ndojmë nga pasuria jonë për të ndihmuar atyne. Të ndojmë nga autoriteti jonë për të ndihmuar atyne. Përzim me ta në çdo punë, ku do qoftë. Sikur që është përzim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me problemet e njerëzve, me të lartë të tyne. Me kona për njerëzve. Mos jemi të izoluar në kategori të caktuara të njerëzve, po përzim me të tjerë. Nuk është haram me i bën mirë në plako që falen xhamia vëlla. Ose një që vjen xhamia, thotë i bën mirë. Sikur që kemi thënë vazhdimisht. Edhe kësaj radhe është e drejt për drejt kjo apo. Që të jemi të mëshirshëm ndaj tyre apo. Edhe të veçanti ndaj atyre që kemi obligim më madhor e pastaj me të ndaj prindve. Sa fjalë tronda se dikush ka mujt për ne me ia thon, duke u arsyetuar vazhdimisht se ta sfalen apo. E pse sfalen tash është halal çysh dush mos i me ta? Ku është mëshira vëlla? Ku është mëshira? S'pa ku mëshirë për pa mëshirë, sa të kam mëshiruar ty? Sa ka bo sabër ndaj teje apo? Sa kanë bo sabër prind ton me neve, desë na mësu me hongër buk apo? A? Sa kanë gojt mas neve për xhum diku desë na mësu me në komp neve apo? Sa kanë gojt mas neve? Me çka kanë bukë? Kanë pas interes? A i ke shku dikush në burg mos me të qyrë? Kur heq? Veçanërisht në ato kurat e mëhershme apo kur farheq personi s'ka pas për këtë punë. Gjithë që kanë më për ty kanë bërë pse të kanë dashur, mëshira apo? Sot s'ki sabër me mëshiru, me mësu namaz që duhet, më fal. Halas e kam së këtë dua, halas me kupton këta, jo kësi shprej o lapë, me mshirë, me butësi, me qysh ke pas të nevoj për mshirë, sot kanë ata nevoj, ty të kanë dërrua Allah Gjelloh me këtu zima, që ashtu me njerët e tjenë përrisi, për ne duha të që, edhe kjo në reflektim jam e të Allah Ar-Rahman, tek ne, që ne të jemi të mshirëshme me njerët, pavarësisht, kategorive të tyne, mëkatet e tyre, largimit të tyre nga ne, pavarësisht. Mëshira duhet të jetë, thash, në shtegun e saj të duhur. Po, kur kërkohet të shikojmë me syrin e shariatit, i shikojmë dhe reagojmë, dhe flasim, qartësojmë gabimin. Kjo është të diçka. Mi po në anën tjetër nuk duhet që të mungon mëshira në raport me ta. Tjetër që përfitojmë nga kjamin e Rahman, dhe ndëruar është që kur e dim se Allahu pas ka mëshirë të madhe, apo, dhe sikur që e cekëm fillim Ar-Rahman, Ar-Rahim, me ndikimet e mëdha në këtë botë, me siguri
ka rrugë që të shpijen dhe të kjo mshirë me marë më shumë apëtën. Apo, me siguri ka mjete që në qofë se përdoren, mundsojnë shfrytëzimin maksimal nga kjo mshirë. A din të që ka asilë rahmetin Allah të zogjel? Kër flasëm për riskun, so mire dim që du të më punu, më angazhu, apo, se shënë Allah për qili, a për dishëm që përve ka risku, apo? A din rahmeti që shvjen? Rahmeti Allah, a din që shvjen? A e pëse të mshiran është për ti, a Rahman Rahim është për ti, bëjari e ti. Po ti a din që me marë pak ma shumë. Qëka e silë rahmetin Allah gjellë gjellë huva? Edhe këtë duhet na provokon njohja e Allah gjellë huva për mes të jemni e Rahman. Ma madhe qëka e silë rahmetin Allah gjellë huva. Dhe mjeti kryesor që e silë rahmetin Allah në meneve është ta zbatojmë urën e ti dhe largohemi nga ndaleset e ti. Nga se me këtë Allah në kam shëru, që ose respektojmë mshirën e ti, në ashtot mshirë. Allah Gjelle Gjelaluhu thot në surën Al-Araf, në jetin 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ngoja këtë ajet me vëmendje dhe ndërruma. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Qartë. Mos bëni shkatërrimin tokë. Çish bëhet shkatërrimin tokë? Tu bësh shirk, tu bëj gjunoha, tu bëj zina, tu vjedh, tu martru, shkatërrohet tokë. Mos bëni shkatërrimin tokë. Ba'da islahiha. Ka se Allah ka rregulluar me shariat, ka rregulluar çka më bëj, në çfarë vakti këtë më bëj, kur më bëj kët, kjo s'bën, kjo bën, i ka vetë kufit e ka rregulluar Allah. Mos e prishni këtë rregull. Po në vend që të prishni, e të shkatërroni, çfarë bëni? Lut në adhurane. Në që se këtë e bëni që ka ndodhë, inna rahmet Allah. Mshire Allah dhe tjetë afer këtë në bëmërzve. Ma afer. E qartë. Andaj kuptoje, gjdo përmendje, gjdo dhikër. Misfakun kër e bënë me njetë me marë rahmet aftën. Kuptoje se mshire Allah Gjellewala bje për mes kësaj aftën. Gjithashtot, Allah Gjellewala në surën e Nur, thot, wa aqimu s-sala, wa atu z-zaka, wa atiu r-rasul, la'allekum turhamun. Falë në namazin, jep në zekatin, ndjekeni pasajnë i Muhammedi s.a.s. në qofë se dëshiran të jeni të mshiruar. Andë kjo është nga kryesorët që në asil neve mshirën Allah Gjallahu Ala. E dyta, aja që përmendëm, bëmirësia nda njerëzve, e asil mshirën Allah Gjallahu. Sa ti mshirëshëm, mshiruash. A ka pas më të mshirëshëm se Muhammedi s.a.s. Thashtë jo nuk ka pas. Dhe gjithashtë, a i ka që mshira Allah Gjallahu Ala dërguar në zimit atë. E kam mshirua Allah Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, sa të mshirojsh, mshiruash. Sa të falsh, falësh. Sa të japsh, tipët. Ky është rregull. El jaza'u min jinsil amal. Nuk ka rregull në dunja, apo gati më stabil se ky rregull. El jaza'u min jinsil amal. Se shpërblimi të vijë sipas llojit të veprës. Çish e ke bëu ki më gjet. Kjo nga rregullat më stabile, nga ligjet më stabile kosmologjike të Allah Xhallahu Ala në jetën e përgjithshme të njerëzve. Tjetra që e sill rahmetin Allah Xhallahu Ala është meditimi dhe leximi i Kuranit. Nuk e sill mëshirën Allah Xhallahu Ala më tepër se sa gjithashtu sa leximi i Kuranit. Fjalës Allah Xhallahu. Dhe gjithashtu meditimi i tij, të ndalesh, të meditosh. Ky ajet çka po thot? Pse Ibrahim as më tha babas kështu? Çfarë kupton apo këtij ajeti? Çfarë mund të përzojmë pikë kësaj? Kush kështu vepron? Allahu Xhallahu Ala e ka përfshirë në mëshirën e tij. Dhe kjo e sill edhe më tepër mëshirën e Allahu Xhallahu Ala. Nëse do të thotë e përmendëm më herët, apo se kanë na po thonë e sill mëshirën, por ndonjë diçka si më kon kjo çështje got uji. Në qofë se një pjesë e mëshirës të gjithmonë që të këtheja, gjeneti është një pjesë e mëshirës e ti të krijuar. E që të mëna për mëshirën e ti Ar-Rahman që është, e na po flasë për që Ar-Rahman me fitu të për që të jemë të full. A e kuptuve, për që të jemë të full, që është ti e fiton që ta. Në që të ka mba strajtë se që kjo kur gjë. Nuk duhet me kërësua gjendën të në azgjë përveç se kësaj.
Çka e fiton çta thon? Wallahi sot njerëzit më u bë. Po them kjo fatkeqësi që njerëzit kanë rënë drejtë për të dhimbt që nuk e njohin Allahun xhalla xhelaluhu. Nëse i themi njerëzve, po mban 2 trajnime. Një trajnim si të bësh biznesmen i suksesshëm. Apo dhe një trajnim që të bësh i mëshirueshëm nga Allahu xhalla wala. Cilën vin njerëzit? Rahmetin pak njerëzit dojnë atë. Këtë dojnë ato, a nuk e din se çaja vjen përmes kësaj atë. Komplet furnizon e nuk mëshiron atë. Ka bërë ta bën gazep atë furnizimin atë. Dhe kur themi se çka e sill rahmetin e Allahut, kjo i bën më shumë se me ton, çka e sill me fituar miliardë euro atë. As të pa krahasueshme është atë. Dhe sill leximi Kur'anit të vazhdimit. Nuk mundem me më mëshiruar nëse më larg Kur'anit. Pa mundshmë. Nga Allahu xhalla wala ka në surën Al-A'raf ajetin 204 wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'ani apo dëgjojeni. Fast kjo më dëgjuat që kjo më vesh. Wa ansitu atash kjo diçka tjetër. Kjo është hashni dhe meditoni rreth asaj që po lexohet. La'allakum turhamun, që të jeni të mëshiruar. A nuk e ka quajtur Allahu xhalla wala libet i rahme? E ka quajtur rahme. A një nga anët e Kur'anit është mëshirë. Prandaj përmes këtij Kur'ani na vjen mëshira e Allahu xhalla xhelaluhu. Gjithashtu Allahu xhalla wala na ka mundsuar që ta fitojmë mëshirën e Allahu xhalla wala duke kërkuar falje prej tij. Kërkimi i shpeshtë i faljes, istikfarit e sjell mëshirën e Allahu xhalla wala. Gjasë sikurse thot Allahu xhalla wala në surën An-Naml ajetin 46 kur flet për pejgambert Allahu xhalla wala që i kanë nxitur popujt e tyre të kërkojnë falje, ka thonë qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. O ju popull jam, pse po e gotni dënimin para falës? Pse më keni qef ka shumë Allahu më dënu? Pse po e gotni të keqen para të mirës? Ma mirë do të ishte sikur laula tastaghfiruna Allah. Sikur të kërkoni të falje, nga se kështu do të mëshiroheshin nga Allahu xhalla wala. Andaj fjala astaghfirullah e sill mëshirën e Allahu xhalla xhelalu. E sill rahmetin e tij. Dhe vallahi edhe në familje që shpeshtohet istikfari, rahmeti është më i madh. Në shoqëri që shpeshtohet istikfari, raportet mes njerëzve janë më të mira. Kjo edhe për shkak të bereqetit të istikfarit e para, dhe e dyta për shkak se sa të themi astaghfirullah, na kujtohet emeta jon para të metës Allahut ton. Apo edhe mirë me veten ton para se u marr me të ndaj ne më mirë atë. E sart harrona me astaghfirullah, harrojmë se na të këqij. E kur të harrojmë se na të këqij, na bën mend se ai është i keq. E tani kemi në konflikt me atjetrin apo. Sa edhe ai çështë kujtojmë për neve. Se s'është kjo vetë në drejtimse. Jo, ti kujtojmë për të çështë, tani edhe ja nis me kujtu për të çështë, edhe largohet rahmeti. Që të thonë astaghfirullah, mirë me veten tonë, na mëshiron Allahu te bareke u teala. Gjithashtu për asaj që ulemat e kanë përmendur që e sill rahmetin Allahu xhalla wala është mëshira ndaj një kategorie të posaçme të njerëzve, ata janë jetimat. Qase nuk sillet rahmeti Allahut në raport me një krijesë, sikurse mund ta sillesh përmes mëshirimit të një jetimi. Qoftë edhe me përgdhelën e kokës së tij. A nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në përgdhelën e kokës së tij Allahu të mëshiron dhe për çdo çime që ka përfshi dora jote kish problem tek Allahu xhalla wala. A nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilu al-yatimi ka hatayn, on dhe mbikëqyes jetimit jemi si këta dy në xhenet. Afër një tjetrit. Andaj mëshirohesh duke mëshiruar ata që ngrat, e në veçantë ata që nuk kanë dikon sikurse je ti, që mund ta mbikëqyr dhe kujdesesh për të afër. Sikurse thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu fityatan tahta aydikum, vëllezërit e juaj Allahu i ka bërë djelmosha, do të thotë fëmijë nën kujdesin e juaj. Faman kana akhuhu tahta yadihi, nëse vllau i tij musliman është nën mbikëqyrjen e tij, jetimi, fëmiu, nën punësi, kur të qoftë, është nën ty, ti e kujdestar i tij, falyut'imhu min ta'amihi, le të jap me hongër për bukës të jap. Wal yalbishu min libasihi,
le t'i jap me vesh nga teshat e tij, wala yukallifhu ma yaghlibuhu, mos të ngarkon me ato që erxon. Wa in kallafahu ma yaghlibuhu, në qoftë se duhet me ngarku me diçka tron, falyu'inhu, le të ndihmon atë. Çështo mëshirohemi apo. Çështo mëshirohemi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga veprimet që na sjellin rahmetin Allah xhallahu ala, thash, është kujdesni për jetimat dhe për njerëzit e dobët në përgjithësi. Dhe kjo është pika e katërt, do të ndikimit të këtij emri tek ne, që na kur të kuptojmë emrin Allah Ar-Rahman, tash vrapojmë dhe synojmë që sikum çka na sjell këtë mëshirë. Dhe çdo kanal dhe shteg që përmes tij mund të na vijë mëshira Allah xhallahu ala, ne mundojmë që të jemi në shteg dhe në atë kanal. Dhe e fundi që dua ta përmbyllim me të është njohja e Allahut me këtë emër Ar-Rahman dhe ndëruar. Duhet sikurse ti kanë filluar apo duhet na bën që ta dojmë Allahun më tepër. E fundit cila është, duhet na bën që të kemi më shumë turp për Allah xhallahu xhelalu. Shikoj sa mëshirën e derë mbi neve. Shikoj sa na mëshiron. Me këtë mëshirë na ka mundsuar që ne të kënaqemi këtë botë. Wallahi veç të kish nxjerr mëshirën apo që e ka dhënë në zemrat e prindëve tonë kush në kona sot. Veç kjo më mungu. Këtë tjetër di ki. Veç prindët tu s'kan rahmet për ty jopën. Kush e konte sot? Apo e mos thonë për tira sot kam mëshiruar Allah xhallahu ala. A nuk të vjen turp më anku? Apo a nuk të vjen turp i ti për gjendjen e imanit që e ki? Apo a nuk të vjen turp që halaje dhe me do gjunaj që ke ka, së marrë për ti hala? Vazhdimisht mëshira e ti vjen të ti. Nga gjithë thanë të përfshin. Madje nuk mund ta përshkruash se sa është e madhe. Dhe prap je qaj ligo dhe prap je qaj. Ose nuk vjen turp të lavdrohesh, të mburresh, të krenohesh. A nuk vjen turp i Allah xhallahu xhelaluhu? A kjo duhet me vërtet na turpran për Allah xhallahu më tepër. Sa na ka mbikëqyr, sa është kujdes për neve, sa është i mëshirshëm ndaj neve. Dhe pastaj përsëri e gjen robën rebel. Përsëri janë kohët për një, do të thotë, i tërë trupi është komplet. Një gjemb ka i ngesh dikun atje, apo dhe tërë begatia tërnohet, të harrohet e tërë mirësia. Ku është turpi i Allah xhallahu ala? Nuk është marrë? Edhe këtë turp duhet të na sjell tash, të na shton dhe Allah xhallahu ala. Njohja e Allahut me emrin e tij Ar-Rahman. Andaj Aswad ibn Yazid ka qenë një nga dietarët e mëdhenj të nderuar. Ka qenë i njohur në përkushtimin e tij në adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala. Andaj thuhet për të se ka agjëruar shumë derisa i është zverë trupi i agjërimit atë. Të gjatë. Dhe adhurime të tjera që ai i ka bërë ato. Kur i ka ardhur vdekja, e kanë pa disi të shqetësuar. E kanë pa disi të ngarkuar. Edhe në çudit kanë të çka kiti. Veç në paqebon e gjunat mrash, nuk ka qenë munafik, se ajo që dim na për ty është tërësi tjetër për kë. Ma hadha al-jaza. Çka është ky shqetësim? Çka? Për çfarë arsye? Kanë vetë njerëz për rreth tij. Ai ishte në moment të vdekjes atë. Shikoni çka ka thonë atë. Ka thonë mali la ajza, e qysh mos më shqetësua për moment të vdekjes. Ka thonë, wallahi, lau ujtitu bil maghfirati min Allahi, në qofë se më vijen nga gjitha antë, fali Allahut azza jall. Ma fal, apo? Do të më preokupon të el haya'u minhu, do të më preokupon të marrja ndaj tij jaftë. Mimma qad sana'tu, nga ajo që e kam bërë. Ai ma fal, nuk më dënon për këtë punë. Po fakti që s'm dënon, a nuk është me të marrë çka ki bëa? Marrja s'heket. Po heket gjunahi, heket e keqja, heket dënimi. Po marrja s'ban më në u hek vllaznia. Din ku je konti, kush je konti apo? Dhe kjo marrën dhe Allahut në përgjithë vazhdimisht. Në kuptimin pozitiv. Në rrafshin pozitiv që kur gjë mos më t'jap. Vepse s'ta ka marr shpirtin apo para se më fal, ballasht. Ballasht. Vepse s'ta ka marr shpirtin kur e kon ndonjë gjëna duke bëu, çatë të kam shiru, apo të ka pa fat për jetë, ballasht. Peçës së ditë deri në dek, kur gjë mos më t'jap më, ballasht. Marrësh me lip më aftë. Këç ka dësh begati aftë. Anë sa pe ashabëve luftën e Bedrit në kon tarifin e Kurajshve. Në Kurajshën kon. Kur e kanë pranuar Islamin, e kanë kuptuar çka kanë bë, apo çfarë kanë thënë?
janë betu në Allahun xhallahu ala që i ka shpëtuar ditë. Kanë jo ose pra po pasha atë që më shpëtoi ditën e Bedrit atë. Të ka pështu Allah, me 10 rarë ke mujtë me shku, apëton. Me 10 rarë ke mujtë me shku. Ma dje, kur ke qenë në kulmin e gjunahit, apëton. Që aty? Ku të që e konë? Pe gjunahit, apëton. Qëfar të qënë të gjunahit? Kur që e konë të u falë heqë, apëton. Ka mujtë me që me lekë në vdekës, bere që të të në, apëton. Qështë ke shku të ka Allah Gjallahu Ala, Allah në falë, apëton. Qështë ke shumë dalë Allah Gjallahu Ala, as namaz, as agjerim, as tëube, dytësina, bërlogjet shumë, apëton. Qështë ke dalë për para, apëton. Kejtë të kam shirua, të ka fatizu, të ka unë fatë Allah Gjallahu Ala, të ka kënë rëpë të mirë ti, o petë po të më shiran, po të mundësë me kuptu dinin, me ngu fejnë, me lezu Kurane, me u falë, petë, dhe petë zimarë më ngu, kjo është ka du të cilë të këne, a ne ka unë Esved ibn Jezid, kredin mi falë, Allah Gjallahu Ala, o petë galas mjekët, se falë po, ku marri Allah, a ne besimtar është i përgjithshëm, besimtar nuk është njëri, sikur se thonë, i paftyr, më rëndësirë që mësë më shti në burg, të tani sa gale, i del halkët për para. Po që ke bo krem, Allah, se ke pështu për i burgët me gjithka, marrë më zilë për halkët që ke bo. është turp. Në besimtar nuk është njëri donë i paftyrë. Më rëndësirë mësë më shumë gjenem, mësë më djekë, mësë më dha mua, për punë tjera. Po sahi, qëllimën mësë të qenë gjenem, qëllimën në shpërblen. I më mrena vetës tonë, në raport me Allah në gjellë kena një turp, në vje marrë, që ka në kalon që jem të bunë, që ka në jabë vazhdimisht, e si silemi në jabë. Këtë turp të është e kultivon në zemrën tonë, njohi Allahut me emrin e tij Ar-Rahman. Kur e kupton mirësinë e madhe të tij që të vije përmes këtij emri dhe e kupton dobësinë dhe mangësinë tënde në raport me këtë emër, atë nuk ka tjetër çka del për kësaj përveç me ul kokën me thonë që turprom nga Allahu xhallahu ala për këtë çfarë po bëj apo. Kush e din brendin tonë për këtë apo? Askush vallahi. Kush e din cilëtitë e punëve tuaja për këtë apo? Wallahi vetë në namaz neve, me mujt me materializuar cilëtet ato del më i lekë bë kësaj kjo gota ato. Do të thotë namazi i fulonit që ky është. Për shemb me pas mundsi më materializu, apo? A do të kesh më mundsi më doj para njerëzve? Me ka thotë diçka? Kur vallahi. Allahu na mbulon ato. Allahu xhallahu ala na mshiran. E prap mos më të fru. Këtë arrim duke njohur Allahu xhallahu ala me këtë emër Ar-Rahman. Ana kjo është një prej ndikimeve që duhet ta shkakton dhe ta nxit ky emër në veten tonë. Thash në raport me Allahu xhallahu ala, edhe në raport me njerëzit. Andaj lutem Allahu xhallahu ala që na mundson që të jetojmë në hijen e emrave të tij. Të përfitojmë nga këto emra në vazhdimsi, por edhe të ndikohemi nga këto emra që pastaj të sillemi si duhet. Dhe të veprojmë si duhet, dhe të besojmë si duhet, dhe të flasim si duhet, konform asaj që na mësojnë këta emra të bukur të Allahu xhallahu ala. Dhe të përfitojmë nga ato që i ceka deri më tani nga emri i Allahut Ar-Rahman. Allahu na lëshot na mëshiron edhe neve, edhe familjet tona. Dhe lëshot Allahu xhallahu ala ta mëshiron çdo të devijuar, Allahu ta mëshiron ta udhëzon. Sikur e lëshot Allahu xhallahu ala që ti mëshiron muslimanët kudo në botë që janë të përvuajtur ose të jekur, Allahu ti mëshiron me rrugdalje. Nga se ata që u ka quajtur mëshirë për ta. S'është keq për ta, përfitojnë, por na kemi qef me pa edhe më mirë inshallah, me rahmet, me begati dhe me komunitet dhe ushqim me buke, këto ato çka i duhet njërin këtë botë, Allahu xhallahu i gëzohet me shëndete më të mira ata dhe neve. Allahu i shpëlbej për vëmendjen deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.